Në projektligjin e ri të propozuar nga Këshilli i Ministrave të Shqipërisë në lidhje me gjinin, është përfshirë termi gjithëpërfshirëse, duke nënkuptuar se kushdo mund të deklarojë gjinin që dëshiron. Në hyrje të projektligjit në fjalë, thuhet se synohet të garantohet, mbrohet dhe promovohet arritja e barazisë gjinore si vlerë themelore e zhvillimit demokratik të shoqërisë. Gjini, sipas këtij ligji, ka kuptimin gjithëpërfshirës në përputhje me parimet e barazisë dhe mos diskriminimit lidhur me identitetin dhe shprehjen gjinore, thuhet në një nga nenet e projektligjit. Sipas relacionit të Këshillit të Ministrave të Shqipërisë, që është edhe propozuesi, projektligji është hartuar në vijim të politikave të vijshme në vend për arritjen e barazisë gjinore. Gjithashtu thuhet se synon rregullimin e çështjeve themelore të barazisë gjinore në të gjitha fushat e jetës publike dhe private për arritjen e barazisë gjinore dhe trajtim të barabartë pavarësisht përkatësisë gjinore përmes mbrojtjes, mundësive të barabarta për ushtrimin e të drejtave pjesëmarrëse dhe ndihmëse në zhvillimin e të gjitha fushave të jetës shoqërore. Por qytetarët e Vlorës nuk e pranojnë termin gjithëpërfshirës. Ata thonë se njohin vetëm dy gjini, femërore dhe mashkullore. Për ndryshimet sa i përket edhe jo vetëm mashkull femër, por edhe gjini tjetër, si e vlerësoni? E kemi dëgjuar dhe nuk e vlerësojmë fare, nuk është gjë. Për ne akoma s'ka arritur femunda që stadi i zhvillimit nuk e arrin dot. Çfarë nënkuptoni me gjini gjithëpërfshirëse? Gjithëpërfshirëse që kuptohet vetë tani. Nuk është nevojë ta them. Nuk mund ta shpreh. Nuk mund ta kon ta shpreh mbas se është. Pse nuk e pranoni? Pse nuk e pranojmë se akoma s'ka arritur stadi i zhvillimit. Akoma jemi çik mbrapa. Dhe mund tani, është shpejt. Po megjithatë prap ka mundësi që më vonë them që do pranohet. Kjo çështje mund të futet edhe si ormësimi në shkolla. Do futet dhe sensibilizohen njerëzit. Dhe bëhet një kuptim, pastaj bëhet një kuptim i përgjithshëm që merr dhe formë. Tani akoma themun s'ka arritur stadi. Për gjinin, ju njihni femrat meshkujt apo dhe një gjini tjetër? Se po diskutohet. Ne dy gjini dim, nuk dim tre. Nuk ka tre? Po s'ka tre, dy gjini, mashkull femra dhe tjerat janë kështu pastaj. Çfarë janë? Nuk e di çfarë. Se ka dhe të tjera? Nuk e di, tash sa nuk po dalin tash këto tjera, të rejat janë këto me të rejat. Kurse neve kemi dy gjini, mashkull, femër. Nuk e pranoni një të tretë? Asnjëherë, për ne jo, po tash ças bë, bota ndeja ka plot gjëra. Mos i pafshim ato sa të jemi gjallë. Pse? Ja, degenerim, komplet degenerim. Ne zuam degenerim, ne duam popullin pastër siç e kemi patur. Bota jashtë e ka ato po, e ka për vete. Ne duam të jemi shqiptar, bie shqiptari. Besoj jeni njohur. Jo. Është një projektligj për gjinit, veç dy gjinive, po diskutohet dhe gjinia tjetër që aty dhe në Shqipëri, gjinia e gjithëpërfshirëse quhet. Nuk e kemi ndigjuar. Tash po ndëgjojmë aty. Një gjini tjetër veç dy që njihen? Po jo. Po e njoh e kam mik të vjetër. Ne jemi për ato gjini që ka fal Zoti edhe që janë femër e mashkull, nuk njohim gjini tjetër. Qofse jep Perëndia, atëherë do e pranoj njerëzia. Edhe ata qytetarë të cilët nuk flasin, bashkohen me ata që kanë dalë kundër. Një projektligj për gjinit, që veç femër, mashkull dhe një tjetër. Ato që ka bërë natyra. Një tjetër. Projektligj për gjinit. Ju çfarë gjini e njihni? Unë jam mashkull. Ju mashkull jeni, si e person. Nisma ka shkaktuar edhe reagimet e para të përfaqësuesve të komuniteteve fetare në Vlorë, shoqërisë civile dhe aktivistëve. Sipas reagimeve, projektligji prezanton koncepte të reja dhe juridikisht të paqarta, si identiteti gjinor, shpreha e identitetit gjinor dhe përkatësia e shumëfisht, ku theksohet se këto koncepte e zhvendosin në mënyrë thelbësore subjektin e ligjit nga kategoritë objektive edhe biologjike të mashkullit dhe femrës në identitete subjektive dhe fluide. Projektligji i ri do të diskutohet fillimisht në komisionet parlamentare e me grupet e interesit e më pas pritet të miratohet në seancë plenare.